Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi të, dhe Muhammed Mehdiu. Mehdiu e ndjeu se politika që ndoqi babai i tij ishte pa drejtë dhe u përpoq të lehtësojë rëndesat që gjindeshin mbi shpinat e ymetit. Ai i liroi të burgosurit dhe i ktheu pasuritë banorëve të tyre. Ky vendim përfshiu dhe talibit. Ata u çliruan nga burgu dhe ju rikthyen pasuritë e tyre. Kjo periudhë, e cila zgjati nga Dhul Hijjeti i vitit 158 e deri më 22 Muharrem i vitit 148 të Hijrit, ka qenë periudha më e lehtë e sundimit Abbasit për Imam Kadhimin, paqja qoftë mbi të, dhe talibit. Por Mehdiun nuk e linte të qetë frika e personaliteti i Imam Musa ibn Xhafer, paqja qoftë mbi të, dhe fuqia e ndikimit të tij. Zemra e Mehdiut Abbasit nuk u zbras prej urrëties për talibit. Ai friksohej prej revolucioneve të tyre dhe prej grumbullimit të njerëzve të shumt, e veçanërisht të njohurit përreth alevive. Mehdiu filloi ta ballafaqoi imamin dhe i kërkoi mëkëmbësit të Medines që ta dërgonte Imam Kadhimin, paqja qoftë mbi të, tek ai në Bagdad. Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi të, mbërriti në Bagdad dhe Mehdiu dha urdhër që të dërgohej në burg. Por mbrojtja e Allahut të Madhëruar ishte më e madhe se sa kurthet e të padrejtëve. Vërtet në atë kohë ndodhi një mrekulli për imamin, paqja qoftë mbi të, sepse Mehdiu pa në ëndër prijesin e besimtarve, Ali ibn Ebi Talib, paqja qoftë mbi të, që i tha atij: "O Muhammed, u bët mëkatar kur morët pushtetin, që të bëni shkatërim në tokë dhe të vritni të vetat." Mehdiu u friksua dhe u çua nga gjumi dhe urdhëroi që Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi të lirohet nga burgu. Ai, paqja qoftë mbi të, u kthye në Medinën e gjyshit të tij, profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, që të vazhdojë misionin e imametit dhe përgjegjësinë e tij.